Përshëndetje, unë jam avokate Revgjej Tola, jam mbrojtëse e viktimës akuzuese, megjithatë sot flas dhe në cilësinë e një gruaje dhe të një nëne. Arsyeja pse sot kam vendosur të jap këtë deklaratë është sepse në një afat shumë të shkurtër kohor kemi marrë disa denoncime të tjera, të cilat datojnë kjo ngjarje që të datojnë rreth 33 vite më parë dhe i fundit një vit më parë për të njëjtat raste abuzimi që doktori në fjalë ka bërë me vajza dhe gra të tjera. Sigurisht që ky është një rast i përsëritur dhe kjo e bën dhe akoma më të rëndë situatën dhe vetë ngjarjen, se si ka mundur të integrohet dhe të qëndrojë një kohë kaq të gjatë një mjek në sistemin spitalor dhe të jap shërbime për individ të ndryshëm, vajza dhe djem në kushte të caktuara. Ngjarja është shumë sensitive për shoqërinë, megjithatë unë jam falënderuese vajzës e cila mori kurajën të flasë dhe të reagojë, të ngrejë zërin, pasi ngjarje të tilla duhet të fliten për të ndërprerë. Mendoj se tani është momenti i duhur që drejtësia e re të reagojë dhe të jap përmes forcës së shembullit mënyrën se si këta abuzues, manjak, pedofil nuk duhet dhe nuk mund të shkelin më mbi gjakun e fëmijëve tanë. Uroj që të reagojë sa më shpejt drejtësia, pasi deri tani nuk kemi marrë asnjë informacion as ato që ligjërisht i takojnë avokatëve mbrojtës. Ne jemi një ekip prej 3 avokatësh që po asistojmë viktimën abuzuese. Jemi të gatshëm të asistojmë të gjitha denoncimet e tjera që do të vinë dhe unë ju bëj thirrje grave dhe vajzave të vinë dhe të denoncojnë, të ngrejnë zërin për ngjarje që mund të kenë ndodhur. Dhe vetë ekipi ynë do t'i asistojë këto njerëz, këto vajza, këto gra, duke garantuar një mbrojtje efektive dhe anonimat të plot. Le të dalë e gjithë kjo situatë, duhet të nxjerrë në drejtësi dhe përpara drejtësisë mënyrën se si duhet të trajtohet nga tani e tutje abuzimi dhe ngacmimi seksual. Një element i cili në Shqipërinë tonë po ndodh rëndom, e megjithatë nuk merr masat ndëshkimore të caktuara sipas legjislacionit, por përfundojnë duke ja hedhur, si të thuash, veprave penale të tyre me një arestë shtëpie. Zonja avokate, ju folët në përgjithësi për rastet e ngacmimit seksual, ndërkohë që konkretisht për mjekun që është vënë në akuzë, keni ju denoncime apo denoncimet i kanë kaluar organeve ligjzbatuese? Për çfarë denoncimesh e keni fjalë? Dhe bëhet fjalë për denoncime dhe akuza ndaj këtij mjeku? Bëhet fjalë për akuza dhe denoncime ndaj këtij mjeku. Kanë ardhur në studion tonë ligjore. Janë akuza të cilat datojnë për ngjarje e para fillon rreth 33 viteve më parë. Dhe më e fundit që ka ardhur është para një viti. Sigurisht që mua më duhet të ruaj anonimatin, këto denoncime janë duke u trajtuar nga studion ligjore para se të shkojnë në strukturat përkatëse të drejtësisë. Çfarë kërkoni ju për rastin konkret? Ne duam të faktojmë që ky rast është një rast i përsëritur dhe se ky problem nuk qëndron vetëm tek mjeku. Kemi të bëjmë me një strukturë spitalore e cila nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të bërë një hetim administrativ, edhe pse ka pasur çdo indicie të mjaftueshme për të mos e mbajtur më këtë mjek në atë vend pune ku ai ka pasur mundësinë të shfrytëzojë dhe të përdorë njerëz në kushte vulnerabël. Edhe një pyetje saktë, kemi indicje se nuk është i përfshirë për rastet e ngacmimit vetëm ky mjek, por edhe personel tjetër, çfarë i mesëm apo për këto element nuk mund të përgjigjem. Jam pjesë e hetimit. Rasti i fundit? Çfarë dini për rastin e fundit? Rasti i fundit është një rast i një vajze të re. Është, me sa duket mjeku ka pothuajse të njëjtën praktik pune me të gjitha vajzat që i vinë. Jemi duke e trajtuar, duke mbledhur provat e nevojshme për ta depozituar në polici dhe në prokurori. Nuk ka mundur të njihem me dosjen, pasi ne sot jemi autorizuar me prokurën për të qenë avokatët mbrojtës të vajzës. Dhe pas kërkesës që kam bërë në prokurori, ende nuk e kam marrë informacionin, edhe pse është një situatë pa precedent që të mos jepet informacioni, megjithatë jemi duke drejtuar të gjitha kërkesat zyrtare me shkrim, email, për t'ia dërguar prokurorisë në pritje për të marrë informacionin e nevojshëm para dhënies së masës sigurimit të mjekut. Këto raste të tjera në seancën për caktimin e masës sigurisë do t'i bëni prezente para gjykatës, e cila do të vendosë edhe për caktimin e masës? Ne po punojmë për t'i bërë prezente, sepse ajo që ne duam të ndërtojmë në mbrojtjen tonë efektive është të japim të kuptojmë që ky është një rast i përsëritur, pra nuk është një rast që ka ndodhur një herë dhe kaq.
Pra është një rast i përsëritur dhe kjo është ajo që ne po punojmë për të bërë. Dhe prandaj unë jam këtu për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjitha grave dhe vajzave që janë ndjerë të abuzuara, është koha për të folur, sepse me sa duket tashmë pas ka ardhur radha e fëmijëve tanë, pra nuk është më radha jonë për t'u abuzuar. Dhe kjo është e patolerueshme në themel.